nuk ka, e marrova punën time. Po do më shtyp fëmijët, moj, fëmijët. Ajo më thot për ditë, moj e me asaj gocës do t'i qash fëmijët. Pse do i qajon fëmijët? Çfarë po bën ata engjë, çfarë po bën kjo? Çfarë po bën çuni mua të vaj punët vet? Po pse thotë ashtu? Për tekat e veta. No, ja pyesni të tjerët. Çfarë arsye i kemi? Çfarë i kemi bërë na e thot këto? Pra keni frikë për jetën e fëmijëve. Kam frikë për jetën e fëmijëve, po për veten nuk kam gale. Le të iki unë, po. Paktën të vras mua, më vras fëmijët, se jashtë e kam portën. E kam fëmijën 4 vjet, plus tjerat vjen e mi filmën në portët të shtëpisë, ç'sh kam, çfarë u kanë bërë? Unë kam frikë më se i kam nuk mikin fëmijët në shkollë, sa se thoshin ne kemi frikë se ata na kanë filmuar. Kush e di ç'na bojnë rrugës? Po, unë kam shtëpinë pak në Tutje, jam duke punuar. Po i keni thënë se i filmoni? Po ju, cili është konflikti që keni pasur me familjen në fjalë? Nuk kemi pasur si konflikt fare. Vetë se sa herë që dalin, futen, xhirojnë, ua çojnë makinën te kamve, se fëmijëve, goca ime e martuar, duke ardhur lart, ja çon makinën te kamët, ajo shohoft lart, po tani e terrorizuar e friksuar. Ishte mbrëm polici, prap sot kishte çuni duke shkuar në shkollë, çur makinën te kamët, bër xhiro, çuni hoftë prap lart. Po kalamajt, unë rri ke shtëpia, jam duke punuar, I enjoy që ai ua çon fëmijëve të kamët për ta asin fëmijët, terrorizohen, futen mrena me vrap, me qara, me ta shoh. Pra ju i trembeni veprimeve që bëjnë këto persona? Veprimeve që bëjnë, plus këto që nuk të lejnë për të kthyer makinën këto. Ne gjithë lagja nuk e kthen makinën këto. Po kur vin kushrit tan, vin njerëzit tan që nuk e din me fjalë këtë gjë që ai nuk të lën këtu, ai del bën namin. Bën namin me ne që jemi këtu. Erdhi motra ime nga Greqia, burri grek. E kthej makinën këtu se dinin. Dole tha, çfarë është? Ai se kuptonte, tha çfarë është? Tha, çka kam bërë, tha ai. Pra konflikti më i madh është pikërisht e kjo pjesa e ngjitjes që çonte shtëpia e tyre. Po, edhe ai pastaj hiqet si forti i lagjës, do vras, do pres. Ato të shamet, ato që thot jo kurva, jo, kështu janë përditshme ato, po na vjen keq për fëmijët. Unë për vete i kam të rritur. Po këto që i kanë kështu, ngrin mua zemra atje, kur ngjoj qarat e fëmijëve këtu, se e kam shtëpinë aty më thanë. Kjo është. Faleminderit. Emrin jemi këtu? Valeria Koçoli. Po. Juve ju ka ndodhur një tjetër konflikt. Na e shpjegoni një çik? Konflikti le atë djeshmin ose ditë herë tjera. Po ma shpjegoj atë djeshmin, çfarë? Atë djeshmin thash pa. I kisha parku makina duke kthesa, edhe i kisha mrapsh për shkozet. Edhe i çuni ka këtu, është dhe videoja. Vajte atje më përplasi kokë më kokë atje. Mori policinë, pastaj po më vrasin, as e preka, as e bëra. Ne aty makinë, edhe policia mori mua brenda. Mori edhe makinën. Pra ju thoni se ai është shkaktari i grindjeve, ndërkohë që njofton policinë dhe Po, edhe ai. Tash vjen një ditë një njeri këtu kthehet, një miku im, dhe thash, po çka kemë të tama? Sa bësh? Hyj deri këtu ja. Ta kthej makinën. Hyj doli më ka shah, më ka fendu, janë videot aty. A kupton? Unë isha këtu, duke porta. Iguaj. Mendoni se mund të përshkallëzohet situata Po, më shumë? mendoj. Po. Kanë emra konkret të persona që ju akuzoni, na i thuaj pak lutem. Albi Bizion, Soela, Guri dhe ajo Guri Bizioni janë gjitha, seriat jam se që është. Vera Bizioni. Sa kohë u bë që vazhdojnë këto konflikte? Po bëjnë 2 vite. Gati 2 vite. Po. Dje mbrëm ju keni qenë në komisariatin e policisë. Mbrëm, një natë tjetër, do të çoj prokurori. Sa kam çosht? Sa kam bë? Sa kam bë? Pra pajsoni ju në Po. Si s'duk? Më saktë ka ushive të ka shumë vite me këtë Nazmiun, se ka komshive. A kupton? Se si. Ai jetë për vetën vetë. Emrin lutem? Pordo? Emrin? Shpinë. Ata gojnë e do. Mirë, pëse mojë dhe të shpija që dhe jemi tu, po e prezonë me gjishtë. Sepse e keni denoncuar? Po që nuk e kemi denoncuar 3-4 ditë si Jo, ra. edhe për filmimin e Por edhe për filmimin, por edhe në Rafi Gocën, aty në Nebi, ju tur me thika me pistolet, se është gjoja dhe police, koka e saj, ose flasë dhe kështu se jam plak, më vini dhe shumë re, po jam shumë i stresuar, jam e dhimje kokës, se jam me rëk moj, se çfarë kanë fëmijët e mi, kemi ashtë për një jetë, të jetojmë si njerëz, jo, të bëjmë luftë me njëri tjetrin, kemi ashtë një të vritemi këtu, kemi ashtë vritemi ne.
kemi as të jetojmë si njerëz. Çfarë kërkoni nga autoritetet? O kërkojmë drejtësi ata të zonë të jenë të qetë, të jetin si gjithë të tjerë, ose ti ka të qetë, ta t'jenë majtë malit, se të konflikte pat atje, erdhje e zuri me një këtu. Nuk e di unë, ma gjatë nuk. Si kemi. Një drejtim ati shokut, se to sigur nuk kemi ardhur për të vrarë njëri tjetrin. Ti jepet një drejtim atij, ja, dhe të zbaktoj rregullat. Fëmijën teme, vinë një spin kafet e unë, ti dalësh në rrugë, ta bllokosh. Po çao shteti këtu. Ta kapis aty, ose mirë vesh. Më thot ai çhalli ka me mua, ka borxhe, ka halle, ka kështu. Ne kemi ndihmuar me drita, me ujë, me bukë, me çat. Ashtu, çat që kemi bërë. Se nuk e kemi frikë, se çdo njeri ka shtet këtu. Vi shteti tash bë. Ne vëm Durrës atje, vëm kot. Shko atje, anko, bo, ai thot ikni se të rregullojmë ne. Kemi 2 vjet, 3 vjet në këtë punë. Kam 5 vjet. Nuk vepron policia? Nuk vepron dot. Nuk e di çfarë bën, çfarë bën, ikni se të rregullojmë ne, kaq. Edhe s'di. Ai prap del këtu, prap atë punë. I më ta presun shtypi fëmin. Zotëri, duke pasur parasysh që konfliktet më të shumta ndodhin për shkak të makinës, si trembeni që mund të përsëritet? Po si trembe, edhe unë kam kaluar një 80 vjeç ai rrugët, ka një javë unë kam marrë nga Greqia, një javë kam unë 4-5 herë makinën të koma. Viu, se çalli ka, ma, ose kam një këtë hall, kam një këtë çalli ka, ja ka lidhur në shtypi. As i kemi bojë, jo as nuk e ashtu. Po të mund alkoolin personi? Eh? Po të mund alkoolin? O e nuk e di unë alkoolin le ta kontrolloj shteti aty, e kemi thuar 20 herë në polici. Hyn del aty i kontrollon ai. Ai Nuk çfarë ndodhi konkretisht këtu? Unë edhe me konshitime dhe shkojmë në bashki për kërkuar për rrugën. Edhe e kthym makinën këtu, doli me gjithë çun me leve me çekiç. Këtu për plasë pastaj shkum polici asgjë. Në momentin kur shkuat në polici, çfarë ju thanë? Si se na matin e 4 orë edhe në shtëpi. Të dy palët. Po, Po më pas? hiç më pas aty ke rruga prap më morën 4 orë matin prap, pse mushë gropën atë se ai ishte punonte firma aty që funin tubat. S'kishte lidhje me mua hiç. Hap rrugën thashë mua. Unë Duke qenë se janë konflikte të vazhdueshme, i trembeni diçka jo më të madhe? po normale. Vërtet çfarë të bëjmë? Të fritet me njëri tjetrin. Si të bëjmë? Tani si e kanë emrin personat me të cilët ju konfliktoheni? Ky jati ka guri vizioni, si ma me emrat, këta shokët i din, ta komshit që janë. Vëllan emrat ata, vëllan të shmonat. Dhe kështu që problematik është. Emri jot po? Hysen Mënalla. Ajo është shtëpia? Ajo është shtëpia. Është një ditë. S'kemi lidhje me ta fare. Kemi 7 vite të presion me këto. Unë këtë thonë ati tjatë, ore para të tjatë me, i shpetura, me të dërë dy të janë. Policët në vrasë live. Në që të në mërojnë të në vrasë. Ashtu më për... Sa nda ka ha, bje jetë. Si ndodhi? Shkum atje për dënecuar, atje doli me gjëtëson e u kapëm dhe me grushta, hyj policia. Shka? Pra dhe para policisë? Para policisë. Prezent, më këtrari. Që që nuk është. Po policia si në pojnë? Si sen, na morë në fëtën me, na me dhe 4 personë në lëshunë. Edhe ata dhe neve. është skandal, nuk e di ç'mos. Më fol, një rrugës. Se është gjëon komën, që do të shpikis tjetërin. Unë kam ardhur për erdha për qef. Në ardhë. Po njeri me komunitetin ose ti ke ku ka. S'ka rrugë tjetër. Me policinë nuk kemi që bëjmë, vritë me policinë. Që të bëjmë? Lotët nuk të hajnë për viktima që ndonë atje. Ta bëjmë tu akoma lajën tonë. Të i bëjmë budallaj. S'ka, kjo është. Po që budalla fikë vetë atje. Pa ne ti ka tje ku ka. Ta, nuk kemi halë ta dënojmë, e ta burkojse më më si dhe si njeri. Po duhet njeri, mërë se nuk kemi dhe vërti. Nuk kemi pa të dënojmë. Gjithë rritë dhe sot e raku vjetë mire, se do mi të dyshte, ja ti u bo.
Ku do që t'ja nuk po bën asgjë dursi, asgjë dursi. Nuk dim ku të shkojmë. Prandaj jemi drejtuar mediave, ju lutem. Ju lutem na ndihmoni, se jemi shumë në konflikt. Rrezik çdo gjë, nuk di çfarë të them, jam e bllokuar krejt tani për momentin. Kemi një arsye. Çfarë thotë gjyshja që është me fëmijët gjithë ditën? Do më shtyp fëmijët moj, bën atë Edhe herë pas here. Si fort I lagjes, domethënë. Po ka njëri atëherë bagi. Ma çon vek kalamaj. Do ta ime martume, po vinte. Të rrethesa që ishim me makinën të kamë. Nuk hën marrëshi. Nuk ka marrëshi. Të herë blen tjera. Jo, ideja është kur nisin konfliktet, largo zot më ndodhi edhe diçka. Po pra, e kuptoj. Ai të letë tash bukë të fish të vinë njerëzit tu vrë këtu, çalli ka mund, çalli shpika I. Të vinë njerëzit pinë kafe këtu, kemi hallet tjera, me smundje me kështu, ai viu, ai ka hall tjetër. Fute brenda atje dhe marr atje, ku tashu, ka shtetë për këtë punë. Ose në se fajtorë mua, shkaj, unë të... Vetë më gjej mua qa fajtorë jam unë. Me këtë që ti që ka dalë të mua. Shpina ka di si përja. Qire kemi në ati? Tani ta bëjmë. Atëherë ku të shkojmë, qa të bëjmë atëherë? Bjerë policia, ka shumë marrë makinë. Sa marrë makinë dhe, bjerë ekspert, bjerë ta shikoj. Dhe vjen kopë. Ka burve? Atë e burve, po ta ka njeri, po që kemi ne. A ty ndodhë konflikti? E kjo Pretekse. I della bizarre me që ki qëta dhe të zjetë. Se duke shtëpia të lartë. Peter Lex. Nuk kemi as i bire me tonë të fi. Po është e top. Bëj filmimin. Algerta Meri. Si ndodhi ngjarja? Në ishte duke I korpër në punë, isha këtu poshtë, më doli vajza me gjithë mamin e vet, më kërcënuan me fik, më ranë, më shkullën flokët. Po. Kam dënuar? Po, më kanë dënuar. Arsyeja ishte sepse doli mamit edhe nusës vet I kërcënovi aty. Dhe ju I folë? Unë I thash, që mos I fol, pse I flet, sepse ti je gabim që shovin të shtëpia, ajo më erdhi pastaj më kërcënovi. Ndjeni rrezikuar? Po, normal, edhe më ram isha pranë policinë, më akuzuar se kur I kam dalur me thikë, unë isha në shtëpi. Unë isha në gjumë, erdhi mori policia, më futi mretën se I dalë me thikë. Pra merr për bazë vetëm denoncimet e tyre, jo tuaja. Po, vetëm e tyre. Po, aty ja mori vesh, no? Faleminderit. Nuk e di. Nuk dim si të bëjmë dhe ne. Çfarë të bëjmë? Ju lutem shumë na shpjegoni që jemi aktualisht këtu. Ne jemi një... Kush për ju është familjar?